Ruajtja e identitetit të minoriteteve ka shërbyer si shtys për krijimin e sektorit të minoriteteve dhe diasporës. Takimi i parë për këtë qëllim është zhvilluar në komunën e Liçenasit në Korçë, ku edhe ndodhet një pjesë e minoritetit maqedonas në vendin tonë. Sipas këshilltarit të Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Bardylondo, me krijimin e këtij sektori përmbushet edhe një prej kushteve bazë të integrimit në Bashkimin Evropian. Qëllimi i krijimi i këtij sektori është pikërisht kjo, për të dhënë ndihmesën dhe Ministria e Kulturës për të ruajtur identitetin e minoriteteve që jetojnë në Shqipëri dhe kuptohet që nga pjesët kryesore të këtij identiteti është pikërisht kultura. Sepse integrimi i një vendi në Evropë apo në organizmat e përparuara ndërkombëtar nuk mund të realizohet asnjëherë në rast se edhe minoritetet e atij vendi nuk janë të integruara një lloj siç janë banorët e tjerë autokton të vendit. Ky sektor pritet të koordinojë punën me programet e përbashkëta si me strukturat e Ministrisë së Jashtme, ashtu edhe me strukturat homologe të vendeve të rajonit, Bashkimit Evropian dhe ato euroatlantike, ndërsa takimet do të vijojnë edhe me minoritetet në të gjithë jugun e Shqipërisë.